101 vjeçari Stillo Papadima nga Saranda ka festuar ditëlindjen e 101 duke ruajtur shëndet dhe kujtesë të admirueshme. Dikur i internuar në kampet gjermane, ai u bë më vonë mjeshtër i parkut automobilistik të Mallrave. Me këtë rast, piktori Lefter Çeko e vizitoi në shtëpi dhe i dhuroi një vepër arti, ndërsa Komiteti i Veteranëve e nderoi me certifikatën e mirënjohjes. Se kishë lënë do më thëmë që vetare, se që vetare vite. Këtë maj, Stillo Papadima ka përceu shekullin, duke shënuar vitin e 101. Dhe është me këmbë e me dorë, si çdo i moshuar do të donte të ishte, dhe me një kujtesë për të patur zili. Dhe jeta e tij nuk ka qenë as pak një shesh me lule. Kujton aq mirë se çfarë ndodhi me të kur ishte ende një adoleshent. Dhe bashkë me të tjerë u internua në kampet e Gjermanisë dhe mbijetoi. Jeta i shkaluar me gëzime, me hidhrime, me punë, me luftë, plot kam hequr unë në veten time. Sa arrita të interrohesh dhe në Gjermani, rob lufte, po shpëtua, po u hidhrova shumë që më rikën njerëz shumë nga fisit tim edhe i gruas. Kështu kalon jeta, s'kalon më ndryshe. Kur u kthiem në Gjermania, se u isha me gjithë vëllain tim, vllai tim i madhi që 34 vjeç, u isha 18. Dhe kur kthiem në Gjermania, e vitja kunata time e kishë lënë që po u kthie gjallë, do të dasur në Kostar. Edhe ikëm një të djerë gjasur në Kostar, dhe ajo e vam në Kostar, dhe i mati në Kostar. Stillo mbahet mend si një prej mjeshtrave të parkut automobilistik të Mallrave të Sarandës, që ishte me emër në të gjithë vendin. Tani bën ja 40 vite që jeton si pensionist në qytetin e rritur në sytë e tij. Galeria e Artit që ky qytet ka si shtëpi arti ka qenë një nga stacionet e dashura të jetës së tij aktive. Por këmbët nuk i binden si vitet e shkuara dhe vizitat në këtë shtëpi arti i ka të ralla. Ky e bën piktorin Lefter Çeko që t'i bëjë një dhuratë arti nga dora e tij e t'i dorëzoi Stillos në apartamentin në lagjen numër 1 të Sarandës. Takoheshim shpesh erdhe në galeri dhe rrëfimet e tij ishin të një kronikani, thot piktori Çeko. Dhe me rastin e ditëlindjes së 101, simbolike për momentin, e urova në shtëpinë e tij në një mënyrë simbolike dhe me respekt, thot Çeko. Dhe me rastin e 101 vjetorit të lindjes së tij, unë dëshirova dhe bëra një portret të tij, një skic për t'ia dhuruar. Pra, ai vinte këtu, ishte një kronist i historisë që në periudhën që ai u internua në Gjermani, dhe kjo që një koincidencë për ditën e Europës e ditëlindjes së tij që mbushi 101 vjeç, dhe historitë e tija, vlerësimet e tija për kohën ishin të tilla që mua gjithmonë më kanë frymëzuar, më kanë bindur për shumë gjëra që neve nuk i kishim jetuar. Pra Stillo ishte një njeri për mua që unë ja bëra këtë dedikim të bukur duke bërë vizatimin e portretit të tij. Ditë më parë, në ditën e Europës dhe të lindjes së 101 vjeçarit Stillo Papadima, Komiteti i Veteranëve të Sarandës i dhurua në shtëpi një buqet me lule me certifikatën e mirënjohjes.